E pra miq dashikues të nderuar, është koha për mysafirin ton të radhës, ashtu siç thash edhe në paralajmërimin tim, do të kem nderin të kem një njeri I cili flet për artin në Dibër. Në studio kemi kënaqësinë të presim zotri Arben Jajaga, kryetari I shoqatës Art Kult 57 nga Dibra, një shoqat që për vite me radhë ka kthyer këtë qytet në një pikë takimi të artit, kulturës dhe trashëgimisë shqiptare. Në kujdesin e kësaj shoqate janë organizuar ngjarje të rëndësishme si Galeria Radika Dibra, koloni artistike, si dhe festivali teatrit të kukullave, Kukulla Dibrane. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në studio. Mirë ju gjitha, ju faleminderit për ftesë. Është kënaqësi t'ju kemi këtu në studio për të biseduar për këto aktivitete shumë të bukura kulturore që e përfaqësojnë dhe zbukurojnë qytetin e bukur të Dibrës. Zotri Arben, si lindi ideja për krijimin e shoqatës tuaj Art Kult 57 dhe cilat kanë qenë ato vizionet e juaja në fillim të këtij rrugtimi? Fillimisht me artin kom qenë I kyqur prej viteve të shkollës të mesme, e ma vonë në teatrin e Qemaledini, shoqata kulturore artistike si amator, kuptohet. Edhe duke ndjekur edhe festivalin e për të rritur si është, ka vitin e 24 si vjet, më lind se ishte një event si I rrallë, jo vetëm në Dibër, por edhe në Maqedoni. Fillova të shkruaj për çdo vit nga një libër për festivalin për katër. Kështu më lindi ideja I botova, më lindi ideja të bëj diçka pak më të madhe se ajo, po për atë për të arritur si person fizik, janë shanset shumë të vogla. Po, patjetër. Më lindi ideja për të bëj një shoqat, e cila do t'i ndjerte në pah të arriturat në Dibër. Për shembull, ne kemi një festival që mohet 23 vjet, 24 vjet. Po. E kemi librin e teatrit në Dibër, që daton nga viti 43 gjatë luftës. Po. Edhe është libri I klubit futbollistik Korabi, I cili kishte 100 vjetorin para disa viteve. Po. Edhe këto se kanë munguar, I kanë munguar Dibrës, se nuk ka pas shkripe për këto, edhe me gjithë vështirësive rrita t'i botoj edhe të teatrit, Art Italia të podium me Dibrane, edhe Korabi 1921, 2021. Kështu që ajo ka qenë plus asaj, duke pasur disa kontakte me artist, kryesin nga Shqipëria, më lindi ideja për të bërë një festival të teatrit të kukullave. Pikrisht aty desha të ndërlidhem. Sapo ka përfunduar edhe edicioni I 4 I teatrit të kukullave, një iniciativë shumë e bukur, sidomos për fëmijët. Më tregoni se si çfarë atmosfere u krijua këtë vit në Dibër dhe çfarë bëri këtë edicion të veçantë, është edicioni I 4 Nga viti në vit, një historik të shkurtër, shumë shkurt. Patjetër. Festivali edicionin e parë e ka pas para 7-8 viteve. 2017. Vitin e dytë, 18 nuk u se jenë projekte të Ministrisë të Kulturës. Se Dibra është një komunë shumë e vogël. Nuk thonë me varfër, se është e pasur, po me një buxhet shumë solid, po. Vendosa që projektet t'i realizojnë nëpërmjet Ministrisë të Kulturës. Vitin 18 nuk kaloi ti projekti, vitin 19 kaloi, u bë edicioni I dytë. Edicionin 8 në vitin 2020 u prezgjedh si projekti I interesit nacional, por për shkak të pandemisë, unë u detyrova ta ndërpres, thash më me rëndësi është shëndeti I fëmijëve, se jenë mosha 3-12 vjet edhe thash derisa të smuohet një fëmijë, më mirë të nuk e bëj. Edhe 4 vite nuk kom pas asnjë shfaq. Vitin 23
se në Dibër ende akoma kemi njerëz që duan artin dhe i ndihmojnë, sidomos komuna me ato mjete sa ka, e bëm edicionin e tretë, me përkrahjen e institucioneve komunale dhe disa bizneseve, u bë edicioni i tretë. 24-ën pauzum, si zakonisht, në civjet, me përkrahjen e Ministrisë të Kulturës, me një buxhet. Asnjë nuk janë ato, sa duhet. Asnjë nuk është i mjaftuar. Jo, po, shiqie se kemi njerëz. Po, patjetër. Kryetari i komunës ka një se i përkrah të gjithë shoqatat kulturore dhe sportive. Po. Edhe kështu me pak donacione arritëm ta bëjmë. Edhe është një arritje, ndihet një përparim në atë. Aty ka të bënë edhe kjo përzgjedhje. Përzgjedhja e teatrove. Patjetër. Zotri Arben, në këtë festival morën pjesë trupa nga Tirana, Korça, Elbasani, Pogradeci dhe Tetova. Si arritet këtë bashkëpunim rajonal dhe si arritet që ta bëni këtë shkëmbim kulturor mes? Unë e përmenda se me një ish drejtor të teatrit të Kukullove nga Pogradeci, kretë rastësisht u takum edhe ati lindi ideja, tha ti ke shoqat. Po. Ke mundësi, ke energji, të ri nuk ka tash në Dibër, po atëherë s'kishte. Edhe tha bëni një festival. Festivalit të ta bie edhe teatrit. Edhe një nga qëllimet ka qenë, edhe është akoma, që të bëhet një teatr të mund të ketë fëmijët për të shkojnë. Se më të vërtetë është një qytet ku nuk ka aktivitete, sidomos për fëmijët. Po. Dhe keni menduar shumë bukur, sepse fëmijët janë gjithmonë ajo pika jonë e dobët, dhe shfaqjet teatrore, siç është edhe shfaqjet me kukulla, janë diçka që i ka munguar shumë kulturës teatrore, ndoshta. Edhe jo vetëm në Dibër, edhe në Shkup, edhe në shumë qytete tjera. Cili ka qenë reagimi i publikut dhe i fëmijëve, si shprit ky edicion, ose kjo shfaqje, këto shfaqje? Unë qytë arritur në festivalin, sepse fëmijët, jo të mëstem të lumtur, për të gëzuar vishin në shfaqje, edhe më ka la përshtypje, ajo ardhja e në sallë, në qendër për kulturë, e fëmijëve 4-5 vjeçar, me edukatoren nga Qerdja, edhe të lidhur me litar, siç kushin ajo ishte diçka e papame. Po. Edhe klasat më të lartë, më e treta dhe e pesta, vishin me kujdesaren e klasës, të në mënyrë të organizuar, a kishte edhe prind si vishin me, ajo ishte qëllimi, edhe në ftesën si u aqova në shkollë, thash të vini me prindet. Po, si vjetë ka fillu, veç të ndryshon nga pak. Urojmë që ky edicion mos jetë i fundit ketë dhe vazhdimsi. Mirë po, edhe teatri Pinoku nga Tetova, pas pjesëmarrjes suaj, ju shprehu mirënjohje të veçantë për mikpritjen dhe emocionin që e përjetuan. Se përjetoi shoqata juaj këtë? Ishte një kënaqësi, se jo vetëm Pinokjo, me drejtuesin në momentin, të gjithë teatrët, mbasi u largu nga Dibra, në mjetet e informimit këto elektronike, shprehen faleminderime dhe urime për festivalin. Ajo është një arritje për Dibrën është tregon diçka. Ne para se të futemi në studio, kishim edhe bisedë të shkurtër paraprakisht. E thash, e mendova, a i keni menduar që këtë festival ta zgjeroni edhe jashtë qytetit të Dibrës? Më thënë në Shkup, në Gostivar, në Tetov, sepse... Si ide është shumë mirë. Po. Më ka shku media të bëj edhe me teatro, si vinë ati, prej në Dibër të kalon në një qytet. Po. Një teatr tjetër të kalon në Tetov. Një teatr në Kërçov, njëre të vjenë në Shkup. Ajo është se me të vërtet fëmijët janë
Po sigurisht se si shfaqe janë shumë të bukura dhe shumë të domethënëse për fëmijët. Shumë. Mu më kujtohen vitet kur kam ndjek nëpërmjet televizionit kështu shfaqe me kukulla dhe shpresoj që shumë besoj që është një eksperiencë e veçantë. Po ashtu me vëmendje ndiqin shfaqet se është për moshat adekuate, thash 3-12 vjet, edhe është në një kështu që ishte i kapshëm për mesazhi, ishte i kapshëm për ata fëmijë, të gjithë me një vëmendje të jashtëzakonshme, diçka ajo është e pa ashtu. Zotri Jajaga, në gusht pritet edhe edicioni i 8 i kolonisë artistike Radika Dibra 2025. Çfarë mund të zbuloni nga organizimi i këtij eventi dhe me cilët janë artistët e ftuar këtë vit? Të filloj nga fundi. Artistët akoma nuk janë përzgjedhur, kam një listë, se kam dëshirë të jenë njerëz të njohur. Unë vitin e kaluar kisha Elidon Alitit, është mjeshtër i madh nga Tirana. Kam pasur vitet e tjera Reshat Ahmetit, profesorin. Do të thënë, kom shku, po nuk i kom lanë anash edhe të rritë. Vitin e kaluar kisha 5 absolvente në Akademinë e Arteve, studente nga Dibra, që ishin prezente në... Ajo është një gërshetimi përvojës dhe të rive. Se fundi fundit kolonia do të mbetet në ative. Po. Do me thënë, ju mendoni për fëmijët, ju mendoni për studentët dhe shumë iniciativa të bukura për gjithëkënd që është interesuar për artin të cilin ju e realizoni nëpërmjet shoqatës suaj. Në edicionin e fundit të Galerisë Radika 2024 u vëre një pjesëmarrje e lartë e piktorëve të rinj. A është ky një nga qëllimet kryesore të shoqatës, edhe pse ju e tha që është shumë bukur që edhe të rinj të marrin pjesë? Jo, është se nëse ato student nuk marrin pjesë në koloninë në Dibër, nuk mund të presim të thesin dikush nga jashtë. Do të thonë, ne ta shohin se çka është dhe si është. Ato për një vit të jenë profesoresha të artit figurativ, edhe kreative pritet. Për me nuk mund të presi diçka më shumë. Është mirë që jeni një udhërrëfyes i këtyre aktiviteteve kulturore. Ajo pritet nga njerëzit të cilët e kanë përjetuar ndoshta artin edhe më herët, për neve më të rinjt, për studentët edhe për fëmijët e cilët duan që të ndjekin edhe artin përmes vizionit dhe përmes pikturës dhe pilhurës. Zotri Arben, sa sfiduese është organizimi i këtyre aktiviteteve kulturore në qytetin e Dibrës? Ju e tha që tashmë nuk ka edhe shumë fëmijë. Dhe si i përgjigjen ju sfidave që dalin përballë finansimit dhe përkrahjes institucionale? E thash më herët se financimi kryesisht është ka Ministria e Kulturës. Po ka disa anomali, thomune. 7 vite u bë kolonia. Ishte interesit nacional, projekti i interesit nacional. 7 vite, vitin e 8 nuk kaloi. Edhe më ra shumë në nësi ajo njëri kushti parë duhet ka të jetë 15 vite. Në që është 25 vjeçar, duhet të bënë diçka, a duhet të njëse prej 5 vjetëve, ose 10 vjeçar. Ajo është pak një anomali, për mendimin tim, nuk... Po, është e rëndë. Të bësh një festival, është shumë e rëndë. Vetëm kam ullja ime, kam edhe disa si më mbështesin, se vetë nuk bëhet. Edhe Ministria e Kulturës, përmenda, 17 u bërë, 18 jo, 19 po, 20 jo, deri në 24 nuk s'kisha, 25 s'kisha asnjë përkrahje për Ministrisë të Kulturës. Po është e rëndë, po të shpresoj pse të bëhet më mirë. Për kulturë asnjë s'ka pas mjete të mjaftueshme,
qoftë këtu, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, është e njëjta gjë. Unë i përmenda edhe për udhëtimin e shfaqjeve të teatrit të kukullave në qytete këtu brenda vendit tonë, brenda hapësirave tona, pra brenda kufive tonë. Mirë po, a keni menduar që këto aktivitetet të shoqatës të zgjerohen edhe më tej, ndoshta pjesëmarrje ndërkombëtare, përfshirje të rrjeteve kulturore europiane, Ideja është se qëllimi është i fundit të shki, të mundohem, ndoshta në këto vitet për 2-3 vjet nuk bëhet, për sigurisht të bëhet, jemi i bindur, se duke pasur parasysh se kë kemi në tash student janë ato, edhe energjia është më madhe, të vrapojnë e të shpresoj se të bëjnë. Dhash Zoti. Çfarë aktivitete planifikohen edhe në koloninë në Gusht tash? Ajo është një koloni traditore, të cilët vinë piktorët. Përzgjedhja është e lirë. Vizitojmë disa vende ku mund të pikturohet, jenë banjat e Dibrës, jenë liçeni është, ka vende ku mund të... Po zakonisht ne vendosemi në Qendrën për Kulturë, aty punojnë piktorët, i vizitojmë këto vendet, pikat si mendoj se duhet të vizitohen. Të vizitohen. Edhe kisha një piktor nga Tirana vitin e kaluar, jo këtë si përmenda një tjetër, Alfred Nini, është një piktor i jashtëzakonisht i mirë. Dulmë të liçeni ka një rrugë aty. Edhe kur e shohun pas ditë, e kishte pikturuar në atë mënyrën e vet. Edhe është ndër pikturat më të mira. Po dhe nuk dihet se prej nga vjen edhe inspirimi i pikturës, i idesë e kështu me radhë. E përmendëm, e biseduam edhe për teatrin e kukullave. Si mendohet të realizohet edicioni i 5 i teatrit të kukullave? Unë, si çdo vit, do të aplikoj në Ministrinë e Kulturës. Besoj se njerë duhet të e lash për në fund atë, se kom një apel të kjo Ministria e Kulturës, po Ministria e Kulturës duhet të merr më seriozisht, se është një aktivitet, ta marrim festivalin, është një aktivitet që me të vërtet i duhet Dibrës dhe i duhet dibranëve, fëmijëve të Dibrës. Jo vetëm të Dibrës, po edhe Magjan. E përmendëm atë mundësinë për të vizituar të vizituar dhe për të udhëtuar edhe teatrët në qytete tjera. Që uroj dhe shpresoj që të udhëtoj edhe ky edicion. Galeria fillon prej datë në Gusht? 26, 3 ditë në 4 është ekspozita. Çka kam punu për 3 ditë i ekspozojnë në Qendrën për Kulturë. Edhe ajo është faktikisht 4 ditë jenë ata. Po. Zotëri Arben, çfarë mesazhi do ju përcjellni institucioneve kulturore dhe publikut që që ende ndoshta nuk kanë vizituar një nga aktivitetet të organizuara nga Art Kult? Në çdo aktivitet tipin që 10 vjet u bën gati. Vitin e kaluar kisha 10 vjetorin e regjistrimit në Regjistrin Qendror. Po. Në gusht të 2014-s e regjistrova dhe 10 vite sa si kom pas aktivitete, kom ftesa edhe për Ministrinë e Kulturës, jo sekretari shtetror, jo zëvendës ministri, ka pas edhe ministër në atë kohë shqiptar, se është për nuk e shohin të arsipet, nuk e di pse. Unë dëshiroj që shoqata juaj të ketë një jetëgjatësi, aktivitetet e juaja t'i përcjellni pas dhe të kenë një jetëgjatësi shumë edhe më të gjatë dhe t'jemi edhe ne prezent në aktivitetet e juaja dhe ju prezent për gjithë publikun dhe gjithë ata ardashës të cilët do t'a ndjekin rrugtimin tuaj. Tash ftesën e keni për në koloninë? Po. Mund t'a planifikoni edhe të 26, 30 gusht.
Unë ju falenderoj që gjetët kohë dhe mundësi të jeni pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe një herë për Ju ftesën. falenderoj shumë për këtë bisedë shumë të bukur dhe shumë të lezetshme dhe shpresoj që do të ritakohemi sërish në emision. Shpresoj. Faleminderit për ftesën edhe një herë. E pra, miq dhe shikues të nderuar, ne këtu do të përshëndetemi dhe do t'ju lënë programet tona në vazhdim. Ne sigurisht që do të ritakohemi sërish nesër me emisionin tuaj dhe emisionin ton të dashur Ritmi i ditës dhe kalofshi bukur në programet tona, shijojeni këtë ditë të mrekullueshme. Tung tung.